një herë për praninë, edhe shumë kënaqësi dhe për mua që pavarësisht se në rrugë të ndryshme jemi gjithmonë komunikim edhe duhet ta them që e kam vlerësuar shumë faktin që gjithmonë më shumë të paktën e ndjej që mediat pasqyrojnë jo vetëm problematikat, çka është një ndihmë shumë e madhe për institucionet, por edhe shumë punë të tjera që bëhen në sistemin arsimor, nga mësuesit, nga nxënësit, sepse është një mënyrë shumë e mirë besoj dhe për të informuar prindrit, të cilët mbase nuk janë çdo ditë në të gjitha shkollat, kështu që fal jush kemi një komunikim shumë më të mirë edhe me opinionin publik edhe me grupet e interesuara. Është një moment shumë i rëndësishëm ky çast, sepse jemi afruar në një muaj shumë të rëndësishëm për sistemin arsimor para universitar, siç janë provimet e maturës shtetërore që fillojnë praktikisht javës që vjen. Në datën 2 kemi të parin, që është provimi i gjuhës huaj dhe që do të jetë ditën e martë, prandaj më lejoni ta përdor këtë komunikim përmes jush, përmes mediave, edhe për një sensibilizim edhe një herë për gjithë publikun, për gjithë prindrit, për maturantët, sepse është një moment i rëndësishëm në jetën e tyre, por edhe një sprovë, le të themi, shumë e rëndësishme. Kemi qenë në komunikim bashkë edhe për fazat tjera të kësaj sprove, sepse puna në fakt për maturën shtetërore 4 provimet e cilës zhvillohen në muajin qershor, ka filluar prej kohësh dhe bëhet fjalë për një punë voluminoze që ka nisur që në muajin dhjetor të vitit kaluar me nxjerrjen e përditësimin e urdhrit ose që ndryshe është rregulloria e organizimit të maturës shtetërore, e cila si vjet vjen me një risi për shkak të forcimit të rregullave, sepse çdo vit na mëson, na nxjerr nga një eksperiencë të re. Kemi bërë publikimin online të modeleve të provimeve se si duhet të stërvitet nxënësit. Kjo ka muaj, e kemi shpërndarë në gjitha shkollat në mënyrë shumë të organizuar dhe kapilare, nga Ministria e Arsimit dhe deri në gjimnazet në të 4 cepat e Shqipërisë. Ka kohë që punohet me nxënësit, me mësuesët përgjegjës në drejtimin e drejtorëve të shkollave, me ato që ne quajmë testet provë dhe për t'i ambientuar nxënësit, të cilët do të kalojnë muajin që vjen provimet, për t'ju simuluar atyre atmosferën e provimeve të maturës, të cilat i kanë zhvilluar pak a shumë në të njëjtat kushte në të cilat do të zhvillojnë provimet reale në datën 2, 9, 6, 10 dhe 23. Pra janë 4 data, 2, 9, 16 dhe 23 qershor, dhe për t'i mësuar ata që nga organizimi logjistik, masat e sigurisë, ndarja në klasa, mënyra se si duhet sillen gjatë provimit, sa kohë zgjat, një ushtrim shumë i rëndësishëm, jo vetëm për nxënësit që e kanë për herë të parë, duke pasur parasysh dhe emocionet e tyre, por edhe për mësuesët, si për ata të cilëve ju ka rënë detyra ta kenë për herë të parë, por edhe ata që kanë vite që e bëjnë këtë punë. Është një proces shumë i vlefshëm, sepse ndërkohë prej cilësisë të këtij procesi varet edhe një pjesë shumë e rëndësishme e punës që ata do të bëjnë, zgjedhjeve që do të bëjnë në jetë më tutje. Por dua të them që vlerën më të madhe unë e shoh edhe nga pikpamja emocionale. Është një ushtrim shumë i mirë emocional për nxënësit dhe për mësuesët për të ka përcyer në një farë mënyrë ato ankthet e vogla ose të mëdha që mund të ketë secili në këtë provim kaq të rëndësishëm jetë. Por po aq sa për nxënësit edhe për prindrit, po aq sa për mësuesët, është një ushtrim shumë i rëndësishëm organizimi edhe për Ministrinë e Arsimit. Dhe këtu dua të falenderoj mediat sepse gjatë gjithë kësaj periudhe keni qenë vërtet shumë të vëmendshëm dhe keni përcjell edhe për opinionin publik për të kuptuar se çfarë ndodh në fakt dhe si shkojmë në përgatitjen e maturës. Qoftë duke transmetuar zhvillimin e testeve provë, qoftë duke përcjell përmes kamerës tuaj edhe kronikave tuaj edhe profile maturantësh, dhe më vjen shumë mirë për këtë sepse në një numër qindra mira nxënës që ne kemi, ka shumë nxënës të mirë,
të cilët meritojnë të jenë modele dhe të përcillen. Dhe kjo bëhet faljush. Prandaj sinqerisht ju falenderoj. Por thënë kjo, dua dhe t'jap disa informacione tjera për punën se si do të organizohet. Janë rreth 114 qendra provimi të maturës në të gjithë vendin, që është një shtrirje gjeografike dhe organizim shumë i madh. Janë mbi 170 monitorues të organizuar në ekipe nga Ministria e Arsimit në përshkolla. Është një proces që përfshin të gjithë sistemin e administratës Ministrisë së Arsimit, qoftë ministrisë këtu, qoftë agjencive tona, siç është Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, drejtoritë rajonale, zyrat vendore arsimore, madje edhe agjencitë që në kompetencën e tyre kanë arsimin e lartë, por në këtë moment mobilizohemi të gjithë pikërisht për të siguruar monitorim të plot dhe proces komunikimi intensiv, jo vetëm me mësuesët, por edhe me prindrit që shpeshherë atë ditë nga emocioni, nga meraku, nga kujdesi, duhet që meraku të mos kthehet në problem për procesin e provimit. Dita e provimit maturës është një ditë që fillon shumë herët për ne që bëjmë administrimin, fillon pak dhirë, me qëllim që të bëjmë gjithë procedurat që kanë të bëjnë me transparencën dhe sigurimin. Hidhet shorti, cili administrator do jetë në cilën qendër, të gjitha këto bëhen që të ketë sa më pak informacion dhe sa më shumë garanci, kredibiliteti edhe sigurie, të cilët të mos na çojnë të shmangim ato presionet në thojza, nëse mund them, apo ndikimet që mund të ketë dëshirë dikush të bëjë në proces. Kështu që edhe java e fundit që neve po mbyllim sot, është një javë e cila ka qenë e gjitha një proces takimesh zinxhir mes nesh, me drejtorët e drejtorive, me stafet e zyrave arsimore, në të gjithë Shqipërinë, duke ndarë me prioritet rolet e gjithë secilit që do të luajë në muajin që vjen. Mesazhi ka qenë i njëjtë. Do të jemi strikt dhe asnjë tolerancë në zbatimin e rregullores së maturës shtetërore, të cilën po e komunikojmë në të gjitha format e mundshme nëpërmjet gjithë kanaleve. Kemi pasur dhe kemi vendosur që në dhjetor, kur bën këtë rregullores, që thash një ashpërsim të rregullave, edhe të masave ndëshkimore, duke uruar, besuar fort që nuk do kemi nevojë t'i zbatojmë, por gjithsesi, edhe ato janë pjesë e mjeteve të edukimit, dhe sanksionet do t'jenë si për administratorët që nuk do të kryen mirë, shpresoj se do kemi raste të tilla ta përdorim këtë pjesë të rregullores, ashtu edhe për ndonjë nxënës që do përpiqet i shmanget asaj, ndoshta nga presioni, ndoshta nga padia, por është më mirë që t'i themi të gjitha rregullat tani dhe këtë e theksoj me shumë vëmendje. Gjithashtu, çdo thyerje e rregullit, ne kemi bërë fushat sensibilizimi çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet, do të sjelli, po e theksoj, çdo thyerje e rregullit gjatë procesit të provimit nga maturantët do të sjellë automatikisht përjashtimin e nxënësit nga procesi i provimit të maturës. Kjo duhet të jetë e qartë që për asnjë arsye nuk duhet rrezikuar. Është një kosto që unë uroj dhe besoj që s'do të kemi nevojë ta marrë askush. Kërkoj këtu bashkëpunimin tuaj në përcjelljen e këtyre mesazheve, sepse jo vetëm si gazetar, por edhe si qytetar, edhe si besoj familjar të shumë maturantëve që mund t'i keni në fisin e familjen tuaj. E them këtë sepse është më mirë që të flasin tani për këto gjëra se sa pastaj të rendim mbas ndonjë gjëmimi, lajmi që merret vetëm a doli teza, as doli teza, 1 orë apo 2 orë mbasi ka filluar provimi. Kështu që të gjitha këto janë masa pikërisht për të parandaluar çfarë do lloj historie të kësaj natyre. Thënë kjo, me cilën mendova ta filloja fjalën dhe bashkëpunimin dhe bashkëkomunikimin me ju, që ishte matura shtetërore me që e kemi të parën në detyrat e muajit që vjen, dua të ndalem pak tek një tjetër program shumë i rëndësishëm që Ministria e Arsimit ka zhvilluar dhe ka theksuar dhe vazhdojmë ta kemi ende në vëmendje dhe do të vazhdojmë ta kemi sidomos për vitin shkollor që vjen. Programi pas shkolle. Mbas një pune shumë të gjatë, madje do thoya disa vjeçare, me disa forma organizimit të
të këtij programi që e kemi përmbledhur në një titull të vetëm pas shkolle, publiku, mediat janë mësuar dhe nxënësit, mësuesit me emërtesat ndryshme siç ishte shkolla qendërkomunitare që prej 10 vjetësh është futur tashmë në shumë shkolla, bëjmë detyrat e shtëpisë. Prej 4 vjetësh kemi futur programin Artezeje. Në një mënyrë ose në një tjetër janë të gjitha rubrika të cilët i kemi përfshirë në nocionin pas shkollës, sepse janë aktivitete që shkëmbëhen për te programit të detyruar që mbaron me orarin e mësimit të detyruar. Dhe basi bëm dhe ndryshimet e nevojshme ligjore. Në muajin mars bëm disa ndryshime në ligjin e arsimit parauniversitar dhe për të parën herë gjithë këtë eksperiencë tashmë të konsoliduar në emërtesën pas shkolle e kemi futur në ligj. Dhe jo vetëm kaq, po kemi avancuar dhe me aktet në ligjore, kemi bërë përgatitjen e VKM-s që është miratuar tashmë dhe ka hyrë në fuqi, duke dyfishuar pagesën për orë për mësuesët të cilët angazhohen në këtë pjesën jashtë normës, jashtë kohës së orarit të detyruar. Sepse analiza e eksperiencës viteve të fundit na tregoi që nuk ishte shumë motivuese pagesa që ishte. Me dyfishimin e saj, shohim një interes në rritje, jo vetëm kaq, por e kemi hapur këtë mundësi për të thithur edhe burime tjera njerëzore, të cilët hapas hapi do të organizohen, edhe kjo do të jetë rregulluar me një udhëzim të posaçëm të ministrit për mësues që kanë dalë në pension, po kanë gjithë energjinë dhe dëshirën, sidomos mundësinë të japin kontribut, apo për trajnerë, të cilët kanë aftësira tjera, vinë nga shkollat e arteve, artizanë, sidomos në disa qytete ku trashëgimia kulturore vazhdon të mbahet gjallë shumë fort pikërisht fal tyre, dhe ne kemi shumë të rëndësishme që kjo të përcillet nëpërmjet programit pas shkolle. Ndërkohë që përgatisim hedhim këto hapa, kemi nisur një pilotim në Tiranë dhe në Kamës me 45 shkolla në Tiranë dhe 2 shkolla në Kamës. Edhe kjo është bërë pas një pune shumë gjatë komunikimi me mësuesët, me drejtorët e shkollave, të cilët janë dhe menaxherët e shkollave dhe kanë një përgjegjësi shumë të madhe në organizimin e këtyre aktiviteteve, si nga pikpamja logjistike, ashtu dhe nga pikpamja e mbarvajtjes procesit. Por edhe një komunikim me prindrit. Programi pas shkolle nuk është program i detyrueshëm. Është një mundësi që u jepet prindërve dhe fëmijëve, të cilët nuk është thjesht për t'i mbajtur fëmijët. Pra, programi pas shkolle, nëse më lejoni të përdor një term që më tha një kolege e pedagogjisë, nuk është thjesht një parkim ku lëm fëmijët. Përkundrazi, është një plotësim shumë i mirë i programit të detyruar, është një mundësi ndryshe për të edukuar fëmijët, por edhe për t'ju dhënë atyre mundësinë të shfaqin talente që ndoshta brenda kornizave të programit detyruar të matematikës apo të fizikës nuk arrin ta shfaqin, ndërsa programi pas shkolle vjen me rubrika të cilat janë shumë më kreative se sa programi i detyruar. Sigurisht nuk janë gjëra që bëhen sot për nesër, por prandaj thash është një proces i gjatë dhe sidomos proces i gjatë komunikimi. Nga ana tjetër, po për këtë arsye prindrit e kanë pritur shumë mirë dhe krejt në mënyrë legjitime dhe njerëzore e kanë pritur mirë edhe për faktin se për shkak të angazhimeve të tyre kanë mundësinë dhe do të kenë mundësinë që fëmijët t'i lënë në shkollë edhe për 2 ose 3 orë sipas programit, jo thjesht për të ndenjur, por për t'u marrë mësuesët me ta, për t'u marrë trajnerët me ta dhe për të zhvilluar aktivitete që lullëzojnë personalitetin e tyre. Dhe dua të them një gjë që sigurisht mbajtja e fëmijës më gjatë në shkollë, edhe këtu i drejtojmë prindërve, përfshin brenda edhe një kohë që praktikisht është koha e vaktit të drekës. Prioriteti ynë është që fëmijëve t'u japim më shumë kohë edukimi. Më shumë kohë edukimi, më shumë kohë kreativiteti dhe sidomos sa më pak kohë në ekran. Sepse sfida me ekranin është një sfidë që nuk zgjidhet duke e mohuar, por duke e administruar në mënyrën e duhur. Ashtu sikur se nga njëra anë neve pajisim shkollat dhe do të vazhdojmë të pajisim shkollat me mjete teknologjike, edhe duke i futur dhe duke i përforcuar në kurrikula, ashtu nga ana tjetër duhet ta ekuilibrojmë që t'u shkurtojmë atyre kohën e tepër të panevojshme dhe akoma më keq të dëmshme që ato kalojnë në mënyrë të pakontrolluar në rrjetet sociale. Zënia e kohës tyre ka një vlerë shumë të madhe kur ne i heqim ata nga ekrani. Sipas studimeve që janë bërë edhe këtu në Shqipëri,
koha që fëmijët kalojnë mesatarisht po flas për adoleshentët nga 10 deri në 17-18 vjeç, në ekran, në telefon, shkon diku midis 4 deri 6 orë. Është shumë. Sepse koha e mësimit është 5 orë, maksimumi 6 për klasat më të larta. Ta barazosh të me kohën që kalojnë në celular në mënyrë të pakontrolluar, sigurisht është një problem, në radhë parë duhet ndërgjegjësohemi. Por nuk mjafton shkolla, duhet ndërgjegjësohet prindi, mediat që luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Dhe kjo do të sjellë patjetër kjo kozgjatje edhe nevojën për të kompensuar, për të plotësuar nevojën për ushqim. Edhe këto gjërat nuk bëhen sot për nesër. Jemi në komunikim me prindrit, cilët janë shumë të kënaqur që fëmia arrin më gjatë për ta rregulluar përmes kontributit të tyre, pra përmes mënyrë vetë organizimit të tyre këtë gjë. Sepse nuk është ideja thjesht ofron ushqim. E kemi njohur këtë proces, ka nevojë për infrastrukturë. Tradicionalisht në shkollat tona nuk e kemi pasur këtë infrastrukturë, por ashtu sikurse 10 vite më parë vendosëm të shtojmë orët e fiskulturës, orët e edukimit fizik brenda programit të detyrueshëm arsimor, ndërkohë që nuk ishin të gjitha shkollat dhe madje pjesa më e madhe e tyre të pajisura me mjediset e duhura sportive, filluam një proces të tërë projektimi dhe investimi në infrastrukturën shkollore, jo thjesht me laboratore dhe banka, por me mjedise kreative, me oborre, me terrene sportive, me palestra, dhe kjo po vazhdon sigurisht dhe nuk krahasohet kushtet që kemi sot me 10 vite më parë, çka përputhet plotësisht me aktivitetin e tyre, qoftë programi i detyrueshëm i edukimit fizik dhe mos harrojmë, vetëm 4 vite më parë filluam një program tjetër që janë ekipet sportive në shkolla, me për cilat u bë gjithashtu një investim infrastrukturor që nga mjetet, veshjet deri tek terrenet. Ku basketbolli, volejbolli tashmë i ka kaluar në një fazë tjetër në kampionatet midis tyre që i përfshin në javët olimpike, në ditët olimpike dhe jo vetëm kaq, por kemi diversifikuar ofertën e sporteve që bëjnë. Është shtuar shahu nëpër shkolla, ka filluar ping-pongu dhe ndërkohë ka filluar dhe pajisja me baza materiale të shkollave me materialet e nevojshme të ping-pongu. Pra gjërat ecin paralel, nuk mund të presim të mbarojë një gjë dhe pastaj tjetrën, sepse edhe kjo është periudhë vëzhgimi i programeve që ne fusim. E gjitha kjo solli një histori suksesi sot, që quhen ekipet sportive në shkolla, ku fëmijët kanë garën, kanë sfidën, kanë stërvitjen dhe sidomos shëndetin fizik edhe atë mendor. Prandaj ajo që praktikisht kemi bërë me pas shkolle, analizën e përvojave e projekteve pilot, kornizën ligjore dhe tashmë jemi në projektin pilot derisa të mbyllet ky vit shkollor për ta filluar në një numër shumë më të gjerë shkollash në mënyrë të strukturuar, e gjitha kjo edhe fal një mbështetje në ekspertizë shumë të vyer që ne kemi ndërtuar me partnerët tanë të rëndësishëm, siç është UNICEF-i, Save the Children, British Council, kemi pasur ekspertët më të mirë, World Vision, mos harrojmë asnjëri, dhe vazhdojmë të jemi paralel në proces të trajnimit të mësuesve dhe të ekipeve drejtuese për ta pasur sa më të suksesshëm këtë program. Sidomos e filluam këtë me shkollat me klasat nga 1 deri në 5, sepse është edhe mosha më e vogël, edhe në një pikpamje më e lehtë për të organizuar, por edhe për t'i futur ata në hullin e këtyre aktiviteteve që më tej të vazhdojnë dhe një ndihmë më e madhe për prindit, sepse është mosha që ka më të vështirë, mbaron më shpejt mësimin, por edhe ka më të vështirë që pastaj të ri në shtëpi vetëm kur prindrit nuk janë. Klubet janë të ndryshme, klubi muzikës, klubi teatrit, artet pamore, kërcimi, klubi i zejeve, të gjitha këto janë pjesë e programit. Kemi në këto 45 shkolla pilot 308 mësues të angazhuar, të trajnuar dhe rreth 4500 nxënës. Në Kamës kemi, siç thash, 2 shkolla dhe kemi 17 mësues të përfshirë dhe 240 nxënës në këtë grup moshën 1 deri klasën e 5. Tani, kjo në fakt fazë pilotimi nuk ka penguar as pak gjithë programet e tjera që janë në vijim. Bëj detyrat e shtëpisë, art e zejë, të cilat janë në rreth 400 shkolla dhe më vjen shumë mirë që nga drejtorët e shkollave dhe nga drejtorët e zyrave arsimore ka kërkesë për ta shtrirë aktivitetin. Po përgatisim dhe një udhëzim shumë të detajuar se si do të angazhohen mësuesët, se si do të financohen me një financim
plus për të blerë gjithë mjetet e nevojshme për të zhvilluar këtë pjesë të programit nga bujqësia, toka në shkollë deri tek teknologjia e informacionit. Mund të përmend këtu për shembull disa nga aktivitetet të cilat ndoshta i keni ndjekur në rrjetet sociale apo në media, të cilat i bëjmë edhe në bashkëpunim me bashkitë që janë një tjetër partner shumë i rëndësishëm, qoftë për infrastrukturën shkollore, qoftë për organizimin. Festivalet të teatrove, të gjimnazeve dhe të shkollave po kthehen tashmë në një ritual shumë të pëlqyer, shumë të dashur, ashtu sikurse dhe festivalet e tjera artistike. Tani që flasim, në Tiranë është duke mbyllur Tirana Art Fest, është në proces festivali teatrove, të gjitha këto bëhen në bashkëpunim me institucionet kulturore, si në nivel bashkisht të tjera, ashtu dhe në Tiranë, ku kemi dhe institucionet kombëtare shumë më të rëndësishme, kemi vite dhe këtu e them edhe me një lloj kënaqësie personale, sepse disa prej këtyre aktiviteteve më vjen mirë që kam qenë pjesë e kontributit që në detyrat e mia të mëparshme si ministër kulture, kur iniciuam edukimin përmes kulturës, dhe ku teatri, operas dhe baletit e filluam atëherë dhe vazhdon çdo vit, e ja këndon me ne organizimin e koreve masive dhe një lloj konkursi të koreve të gjithë shkollave nëntëvjeçare të Tiranës. Ashtu sikurse dhe festivali i teatrit që bëhet me teatrin kombëtar është pikërisht dhe fakti që unë i rigjej sot këto aktivitete në detyrën e re tregon se sa të mira kanë qenë, sa pëlqejnë dhe sa ndiqen nga nxënësit dhe mësuesët, po ashtu dhe nga prindit. Asnjë pjesëmarrje në këto aktivitete nuk bëhet pa dakordsinë e prindërve. Tani, pa zgjatur ndoshta shumë dhe t'ju lë kohë dhe juve të bëni pyetje, dua të shtoj edhe një informacion tjetër. Ministria e Arsimit, si në shumë sektor të tjerë, qeveria shqiptare ecën mbi bazën e strategjive. Strategjia e arsimit 2021-2026 është në etapën e vetë të fundit dhe ne po përgatitemi prej që fillimit të këtij viti për të filluar hartimin dhe për të përgatitur strategjinë e re 2027-33, sepse për arsimin që do të jetë i dedikuar për arsimin para universitar. Sërish në bashkëpunim me partnerët që përmenda pak më sipër dhe ne do ta lançojmë fillimin e këtij kantieri ditën e hënë, në datën 1 qershor, një datë simbolike edhe për fëmijët, sepse strategjia e arsimit parauniversitar ka në qendër pikërisht zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve, këtë grup moshë që fal një dokumenti vizionar do duhet të na shoqërojë në transformimet e arsimit ose më saktë në evolucionin që duhet sistemi i arsimit shqiptar të bëjë si shumë sektor të tjerë, duke pasur parasysh që përgatitemi për një tjetër treg në vitin 2030, që është ai i Bashkimit Evropian. Në të njëjtën linjë është dhe një tjetër aksion ose projekt shumë i rëndësishëm që prej 2 vjetësh zhvillohet në mënyrë ndryshe nga Ministria e Arsimit, që është programi i zhvillimit profesional të mësuesve. Gjatë gjithë jetës së tyre profesionale, mësuesët përtej sfidës për të përballur me provimin e shtetit, me provimin e portalit, duhet të përballen dhe shpjesë e zhvillimit tyre me nivele të ndryshme të kualifikimit. Pra, dhe të futen në projekte të rregullta të trajnimit. Vetëm përmes punës dhe programit që ASKAPI ose ndryshe Agjencia e Sigurisë së Cilësimit të Arsimit Parauniversitar zhvillon në bashkëpunim me universitetet publike shqiptare, brenda vitit 2026 ne kemi në proces mbi 20.000 mësues. Por nëse bëjmë, le të themi, një bashkim të gjitha mundësive që ne kemi për trajnim ku mësuesët e sistemit parauniversitar marrin pjesë, që janë programet e trajnimit me partnerë të tjerë, me UNICEF-in, me UNESCO-n, me programet europiane, janë rreth 33.000 mësues të trajnuar në vitin 2025-2026 dhe futemi në një proces të ri me vitin e ardhshëm shkollor. Është një punë që ka dhënë rezultat shumë të mirë, përfshirja e 9 universiteteve publike në këtë proces, edhe kjo në vijim edhe të paktit për universitetin, që është një mënyrë shumë e mirë që universitetet mos jenë thjesht institucionet izoluara që japin mësim vetëm brenda ciklit vet, por të ofrojnë shërbime edhe për pjesë të tjera të tregut, siç është edhe programi i zhvillimit profesional.
Përpara se sa t'ja u lë juve radhën për të bërë pyetje, dua të ndaj me ju edhe disa elementë që kanë të bëjnë me arsimin e lartë, që janë shumë të rëndësishëm. E kemi thënë në evente të ndryshme, në takime, por edhe në komunikime me ju, që i kemi hapur një kantier të ri ligjor, rishikimin e ligjit për arsimin e lartë. Sot takohemi, por këtë javë sapo kemi përmbyllur një vizitë 2 ditore në Austri, shumë të rëndësishme, në Vjenë, së bashku me drejtuesit e Universitetit Bujqësor të Tiranës, i cili, siç e dini, është edhe në një proces prej 3 vjetësh tashmë reformimi të thellë, konceptual, programor, të kompetencave në bashkëpunim me një universitet prestigjioz austriak, BOKU, në Vjenë, që është një universitet për bujqësinë pyllëtarin. Dhe fal një marrëveshje midis 2 qeverive dhe me bashkëfinancim të 2 qeverive, Universiteti Bujqësor ka hyrë në një proces shumë të rëndësishëm të transformimit të konceptit se si duhet të organizohet universiteti. Dhe kjo shkon paralel me punën që ne po bëjmë për rishikimin e ligjit të arsimit të lartë. Në këtë kontekst, pata një takim shumë të frytshëm me ministren e arsimit të lartë dhe të shkencës në Austri, por edhe orë të gjata mbledhje së bashku me kolegë të departamentit të arsimit të lartë, sepse Vjena ka kaluar, do të thënë Austria, në një proces reformimit të arsimit të lartë nisur në vitin 2002. Dhe gjithë ky shkëmbim përvojash për të parë ku kemi hendeqe apo çfarë duhet ne të ndryshojmë në veten tonë, vjen edhe mbas një analize që jemi duke bërë brenda për brenda ekosistemit të arsimit të lartë, analizë të 10 vjeçarit fundit në arsimin e lartë. Ligji ekzistues është miratuar në vitin 2015. Dua të kujtoj që ishte një ligj reformator, sepse ishte një ligj që kishte 2 synime, një të shëndoshte sistemin, do ta quaja në fakt pa thojza, të degraduar në institucionet e arsimit të lartë dhe me goxha probleme, por edhe të ndërtonte themelet e një sistemi që duhet funksiononte ndryshe. Sot nuk jemi më në këtë situatë. Sot jemi në një analizë të re. Ky 10 vjeçar është objekt i një analize të kësaj bashkëtese me këtë ligj nga vetë institucionet e arsimit të lartë, dhe kjo është arsyeja pse kemi përdorur një metodologji tjetër, nuk e kemi nisur punën nga ministria për të shkuar me një produkt drejt ekosistemit, por ekosistemit universiteteve, qoftë atyre publike apo jo publike, që në nëntor ju kam dërguar një letër në cilën ju kam kërkuar gjithë opinionin e tyre mbi efektet e këtij ligji, të mirat apo problemet. Kam pasur kontribute shumë të mira dhe kemi ndërtuar 3 nivele grupesh. Një administrativ brenda ministrisë, një tjetër një grup pune në nivel rektorësh dhe dekanësh, dhe një grup tjetër më teknik, juristësh me pedagogët të Fakultetit të Drejtësisë dhe juristë të brendshëm të ministrisë, 3 grupe të cilët punojnë si enë komunikuese, me qëllim që procesi i analizës të marrë gjithë kohën e duhur për të kuptuar saktësisht ku duhet të ndryhim. Më vjen shumë mirë që në opinionet e marra ka shumë aspekte të ligjit ekzistues të cilat janë vlerësuar si shumë pozitive, të cilat patjetër duhen mbajtur, dhe prandaj nuk flas për një ligj të ri për arsimin e lartë, po besoj që kam mjaftuar shumë element për të folur për një rishikim, përmirësim dhe përditësim të ligjit në përputhje me evolucionin e vetë universiteteve, në përputhje me teknologjinë dhe kohën ku jetojmë, që është shumë e ndryshme nga ajo 10 viteve më para, por edhe në përputhje me prioritetet e programit qeverisë, që është ndërkombëtarizimi i arsimit të lartë, që duhet patjetër të hapet, ka filluar dhe ka shumë programe ndërkombëtare në gjithë universitetet, por na duhet të shkojmë në një nivel tjetër. Ashtu sikur se Shqipëria e ka hapur tregun, qoftë tregun e shërbimeve, qoftë tregun e punës drejt prurjeve ndërkombëtare, ose vetë sektori i turizmit tregon që Shqipëria tashmë është një destinacion ndërkombëtar turistik, e njëjta gjë, e njëjta logjik duhet jetë edhe në fushën e arsimit. Universitetet duhet bëhen gati të rishpikin, do thoja nga një herë vetveten, për të menduar një tjetër treg prej të cilit duhet të vinë student, dhe kjo nuk bëhet thjesht me turizëm. Kjo është një kartë vizitë shumë e mirë,
kjo bëhet me standard, me cilësi dhe sidomos me profilizim. Prandaj profilizimi i universiteteve, ndërkombëtarizimi i tyre janë një kusht i domosdoshëm që ligji do duhet ta diktojë dhe t'i japi kohën universiteteve të futen në këtë lloj filtri për të kuptuar kush reziston dhe si duhet të jetë ekosistemi i arsimit të lartë në vitin 2030, sepse aty pastaj nuk është më karta nacionale, pra nuk mjafton pasaporta, nuk mjafton kufit administrativ, po do të jemi në një treg shumë më të gjerë. Sigur se përgatitet tregu i punës, ashtu edhe universitet i palidhur me tregun e punës, është një universitet që i shkurton si tu shkohen vetes. Prandaj kjo gjë ka filluar, thellohet me ligjin dhe do të jetë një punë e përbashkët që do të bëhet me të gjithë partnerët brenda ekosistemit. Është gjithashtu edhe një angazhim i marrë që me bërjen e paktit për universitetin në 2019-2020, ne jemi edhe unë vetë personalisht në komunikim shumë të ngushtë me të gjitha nivelet dhe tani që do të bjeri pak fluksi i ngarkesës së provimeve, do të futemi edhe në një kalendar tjetër komunikimi jo thjesht me rektor, por edhe në nivelet të tjera brenda universitetit, me kolegë të mi, pedagog, dekan, përgjegjës departamentesh, me qëllim që analiza të jetë e plot dhe përpara se të shkojmë në një draft të mos themi, jo po nuk i tham të gjitha. Ti themi të gjitha që të kemi të gjithë të njëjtin koncept, po nuk pati bashkëpunim në këtë lloj kantieri nuk mund dali me sukses. Kështu që ndoshta mund ta përmbledh këtu fjalën time për t'ju lënë juve kohën për të bërë pyetje dhe të kem mundësi t'ju jap përgjigje. Shumë faleminderit për vëmendjen. Po. Dorovec nga televizionin shqiptar. Edhe pse çdo vit Ministria e Arsimit ka marrë masa për mosdaljen e tezës së provimit maturës shtetërore, në fakt rezulton që teza del. Të themi rreth pas një ore pasi maturantët kanë hyrë në provim. A ka Ministria e Arsimit një plan konkret për mos daljen e tezës së provimit? Çfarë është menduar? Për pyetjen dhe shumë faleminderit që më jepni mundësinë ta përdorim edhe një herë këtë hapësirë komunikimi për të sensibilizuar sa më shumë, sepse patjetër ajo që unë përmenda, rregulloria e maturës shtetërore, është në fakt paketa e masave, të cilat janë, edhe unë i quajta në mënyrë pak më të thjeshtuar gjërat që lejohen dhe gjërat që s'lejohen, dhe që janë të ndaluara. Çfarë është ndaluar dhe shkelet, sigurisht do sanksionohet. Janë ashpërsuar të gjitha masat që kanë të bëjnë me parandalimin e cënimit të rregullores, qoftë nga administratorët, do të kemi 114 qendra në të cilat do të zhvillohet provimi maturës dhe 170 administratorë, sepse ka qendra që mund të jenë më të mëdha, ka qendra që mund të jenë më të vogla. Angazhohen në organizimin e këtij procesi gjithë stafi i ministrisë, të gjithë zyrat arsimore, të gjitha agjencitë, zhvendosemi në të gjithë territorin, që të gjithë, për të shtuar forcat që jo vetëm të kontrollojnë procesin gjatë kryerjes provimit, por edhe procesin e përgatitjes. Administratorët e provimeve do të jenë në vendet e qendrave të provimit që pagdhjer. Dhe që pagdhjer e kam literalisht, nuk e kam metafor kur e them këtë gjë. Dhe do të ketë një proces kontrolli, pra qoftë edhe me mjete teknologjike, por edhe kontrolle fizike të nxënësve, në të cilët, sigurisht, po të kemi parasysh që do të kemi rreth më shumë se 26.600 maturantë që do të marrin pjesë në këto provime, ndoshta qoftë edhe për shkak të moshës, pastaj jo të 26.600 e kusur na dëgjojnë në këtë që po themi, për ta fiksuar që nuk kanë interes ta shkelin rregullin. Prandaj do të ketë kontrolle shumë trepta, edhe në hyrje të nxënësve në sallat e provimit, edhe gjatë procesit. Kemi në pjesë e masave është komunikimi i rregullt me të gjithë aktorët, komunikimi me prindrit. Të gjithë mësuesët kujdestar janë në komunikim të rregullt me prindrit e klasës tyre, sepse komunikimi është kjo që po bëjmë ne, por është dhe komunikimi i detajuar kokë më kokë. Gjithashtu, gjithë pjesa, procedura që ka filluar që në muajin janar e stërvitjes, nëse mund ta quaj kështu, pra duke simuluar situata të provimit të maturës në të 4 lëndët
qoftë ato të detyruara, qoftë ato me zgjedhje, për nxënësit për t'i vënë atë në situatë se si do të jetë provimi, për të kuptuar se si duhet sillen. Jo më larg se dje dhe unë falenderoj disa nga mediat të cilat e kishin rimarrë njoftimin e Ministrisë së Arsimit, që edhe në mënyrë më thjeshtuar, skematike dhe me imazhe keni përcjell për të thënë sërish se çfarë nuk duhet bërë dhe çfarë duhet bërë. E gjitha kjo është një punë që na ka marrë muaj, është një punë që e organizuar deri në detaje dhe do të vazhdoj derisa të mbarojë gjithë procesi. Hartimi i tezës bëhet në kushte shumë konfidenciale me një sistem sekretimi të fletëve të provimit që askush nuk e di e kujt është fleta e provimit. Pa asnjë çdo shkelje e kriterjeve të konfidencialitetit do të është e identifikueshme. Pra, faleminderit që më bëni pyetje dhe për të thënë, nëse dikush do tentoj ta fotografoj, ta nxjerrë, duhet ta di që tani është çdo fletë e identifikueshme. Kush e ka nxjerr, nga e ka nxjerr. Kemi pasur vitin e kaluar një rast të tillë, sepse mbase është dhe një çik kështu si lojë, si tundim që sado që janë kontrolluar, dikush mund të jetë futur me një telefon në shkelje të plot, është identifikuar nga ka dalë dhe me shumë keqardhje them që nxënësi që e nxori u identifikua dhe u përjashtua. Prandaj, nuk duhet rrezikuar për asnjë arsye. Ky qefi që ta nxjerrim dhe ta hedhim në një portal është një qef që ka një kosto shumë të madhe, edhe është një qef që nuk ja vlen. Se nuk shoh ndonjë arsye tjetër që mbasi e futur në provim, vënë që të përqendrohemi të marrim ta nxjerrim. Nuk i shërben askujt, provimi ka filluar. Prandaj, ne do të marrim gjitha masat, unë do të kërkoj sërish bashkëpunimin tuaj që këtë gjën ta përsërisim se është në të mirë të procesit, është në të mirë të nxënësve, është në të mirë të cilësisë dhe të gjithë shërbimit arsimor që ne ofrojmë në Republikën e Shqipërisë. Sonja Musaj nga Ora News. Ju folët fakt për programin pas shkolle dhe thatë që janë 45 shkolla që pra e kanë programin që fëmijët të angazhohen pas shkolle dhe 2 shkolla në Kamës. Doja të dija se si është bërë përzgjedhja e këtyre shkollave dhe si funksionon pra le të themi fëmijët për të ushqyer, ai kanë të gjitha ambientet pra edhe ambientin ku ata do duhet të ushqehen? Atëre, unë thash ato që thatë ju, po thash edhe që është një periudhë shumë e gjatë, disa vjet, ku forma e organizimit të aktivitetit jashtë kurikular, pra përtej orës së detyruar të mësimit, është provuar në mënyra të ndryshme edhe në funksion të territorit, edhe në funksion të profilit kulturor të një shkolle, sepse është ndryshe një shkollë në Përmet, ndryshe një shkollë në mes të Tiranës, ndryshe një shkollë në Corik, ndryshe një shkollë në Gjirokastër, sepse kanë profile të ndryshme dhe dëshira të ndryshme në funksion edhe të traditës që kanë. Dhe në këto 10 vite, pothuajse të gjitha shkollat e Shqipërisë para universitare janë të përfshirë herë me një program, herë me një tjetër. Ajo që ne kemi bërë në vitet e fundit është për ta konsoliduar këtë dhe për ta kthyer në sistem të rregullt. Dhe kjo kishte nevojë për disa rregullime, të cilat i përmenda, ndryshime në ligj, ndryshime në VKM, por edhe për motivim. Puna e një mësuesi është një punë shumë e lodhshme. Nuk është 8 orë. Të bësh 4 orë mësim, të bësh 5 orë mësim, është ja për shpirtin në klasë. Sidomos për pjesën më të madhe të mësuesve që e bëjnë këtë edhe me pasion, apo kanë për shembull lëndë edhe më të vështira, të cilët kërkojnë edhe më shumë durim. Dhe në këtë kontekst nuk është gjithmonë e lehtë që mësuesët të angazhohen edhe mbasi kanë mbaruar programin e detyruar. Prandaj, për të motivuar të tjera burime njerëzore, qoftë edhe ata që janë brenda shkollës, bëm edhe rritjen e shpërblimit honorarit financiar. Kemi bërë një proces komunikimi shumë të gjatë me bashkitë. Sidomos me bashkitë e qendrave të mëdha urbane ku ka edhe më shumë nxënës dhe më shumë grumbullim. Por ku edhe prindit janë dhe shumë më të zënë dhe ndoshta më pak lidhje familjare, siç janë gjyshërit të cilët shpesh në zona më të vogla ndihmojnë. Në të gjithë këtë koncept, këtë kornizim dhe madje prioriteti që ne kemi u përkthye edhe në strukturën e Ministrisë së Arsimit.
Për të parën herë në mandatin e 4, qeveria vendosi që në strukturën drejtuese të Ministrisë së Arsimit të shtojë një zëvendës ministër të ri, të tretë, të dedikuar për programin pas shkolle, që është kolegja ime Herida Duro, e cila ka bërë gjithë këtë analizë, të cilën unë po e them pak fjalë, por është punë e një viti. Kemi komunikuar me të gjithë partnerët dhe kemi parë gjithë modelet e mundshme në disa vende të tjera, sidomos Britania e Madhe, që le të themi kanë një histori suksesi shumë të vjetër dhe për të kuptuar cilat janë dhe problematikat. Dhe vende që e zhvillojnë këtë prej dekadash. Dhe siç e shpjegova, sigurisht zgjatja e kohës përfshin edhe pjesën e ushqimit. Prindrit, për të kuptuar dhe qasjen e tyre, por edhe për të filluar ushtrimin, bëm shumë biseda me prindrit. Shkollat kanë të organizuara këshillet e prindërve, të cilët janë të organizuar dhe në nivel bashkish dhe në nivel kombëtar. Dhe Tirana ka një këshill prindrish shumë mirë të organizuar, janë rreth 140 prindër të ndarë në komitete me një kryetar që është shumë aktiv, me cilin komunikojmë shumë rregullisht. Pra, gjithë ky proces komunikimi për t'i bërë ata palë. Dhe ata kanë shprehur dëshirën dhe mbështetjen, duke mirë kuptuar që në shkollat ekzistuese që ne kemi, dhe ato nuk janë të pajisura me mensa dhe kuzhinat mirëfillta, siç kemi kopshtet dhe qerdhet, sepse tradicionalisht i kemi pasur kështu që kur u hapën qerdhet dhe kopshtet e para publike mbas luftës së dytë botërore, të pajisura me shkolla ku bashkit ofrojnë ushqimin, në shkolla nuk e kemi pas. Po ne ose do presim ndërtojmë gjithë mensat dhe shkollat dhe pastaj ta fillojmë, çka nuk besoj se është kjo zgjedhja, ose do të ecim paralel. Unë pak më parë ilustrova këtë me ekipet sportive. Nuk i kemi pasur ekipet sportive siç i kemi sot, dhe nuk kemi pas kaq shumor të edukimit fizik siç kemi sot. Nëse ne do të kishim pritur që të pajiseshin gjithë shkollat me infrastrukturë sportive, do të fillonim sot. Ndërkohë, kemi ecur paralel. E njëjta gjë është edhe me këtë. Kaq i rëndësishëm është programi pas shkollës, sa që besojmë që nuk mund të presim sa të pajisim me infrastrukturë. Ndërkohë, tani që flasin, po përgatisim dhe bazën ligjore dhe po përgatisim një tjetër nivel diskutimi me bashkitë, sidomos në bashkitë e qendra qarqeve ku ka dhe më shumë shkolla, për t'i bërë ato pjesë të këtij koncepti edhe nga pikpamja e infrastrukturës, sepse është organizuar në mënyrë të tillë që bashkitë i ndërtojnë shkollat, bashkitë kanë detyrën dhe kompetencën të bëjnë infrastrukturën shkollore, edhe kur marrin grant nga qeveria për t'i ndërtuar ato. Do ta shtojmë këtë standard të ri, po edhe kjo ka nevojë për rregullimin e vet ligjor, që si duhet jenë standardi i një mense. Do marri kohën e vet, por jemi, besoj, në drejtimin e dur dhe prandaj po ecim me disa shpejtësi. Shumë faleminderit për pyetjen. Po. Nga Top Channel. Për të rikthyer diskutimin në lidhje me rishikimin e ligjit të arsimit të lartë, a planifikoni të kthehet ideja që ka propozuar dhe kryeministri Edi Rama për shkrirjen e universiteteve në rrethe dhe për të kthyer bazë Universitetin e Tiranës si universiteti më i madh, pyetja e parë, dhe për ta vijuar si një nga çështjet më kryesore që ka marrë vëmendjen publike është pezullimi i dekanës së Fakultetit të Drejtësisë Dorina Hoxhës nga rektori i Universitetit të Tiranës Artan Hoxha me arsyetimin e kandidimit të saj në KLG, një proces që merr kohë dhe ndërkohë është pezulluar nga detyra ku referencat ligjore nuk arsyetojnë mungesën e saj në krye të Fakultetit të Drejtësisë. Në dieni të gjithë autonomisë universitare, do doja gjithsesi të kisha mendimin tuaj në lidhje cili është qëndrimi, duke qenë se ministria mendoi që ka edhe rolin e një prindi në krye të gjithë institucioneve arsimore në vend. A do duhet të kishte dhe ju një reagim në këtë proces, pavarësisht se ka ankimime nga ana e dekanës dhe më pas nga ana e rektorit që i qëndron atij mendimi për bazën ligjore. Faleminderit. Shumë faleminderit. E para të korrektojmë pak kryeministrit, as unë nuk kemi folur ndonjëherë për shkrirje të universiteteve të rretheve. Por kemi folur për bashkë me kolegët për një analizë të 14 universiteteve publike, si dhe të rreth 25 universiteteve jo publike, në një territor
që është Republika e Shqipërisë, për të kuptuar realisht funksionin, kompetencat dhe efikasitetin e tyre. Kjo është proces analize. Ne jemi në këtë proces. Pastaj do të jetë kjo analizë e cila po bëhet bashkë me kolegët dhe unë fola për disa nivele komunikimi. Pra, fakti që kemi ngritur 3 grupe pune në Ministrinë e Arsimit është një grup që janë gjithë drejtuesit e administratës, të cilët kanë bashkëjetesën e tyre me këtë ligj që ekzistos, në pozicione të ndryshme, që nga drejtuesit e agjencive deri ke drejtoria e buxhetit. Një tjetër nivel që është për mua grupi më i rëndësishëm në vendimarrjen e këtij procesi që janë rektor dhe dekan, që kanë dhe përgjegjësinë kryesore në drejtimin e institucioneve të tyre. Dhe nuk janë vetëm publik, por është një grup i propozuar nga Konferenca e Rektorëve dhe nga Liga e Universiteteve, 2, le të themi, organizmat që vetë universitetet kanë organizuar, publike dhe jo publike, dhe janë gjithë pjesë, si dhe një grup teknik juristësh që janë po gjithashtu pedagog, të cilët drejtohen nga zëvendës Ministri i Arsimit Lart, e cila është gjithashtu vjen pedagoge nga Fakulteti i Drejtësisë. Dhe jemi pikërisht në fazën e analizës. Ky proces komunikimi në të gjitha nivelet do të na orientojë për të kuptuar tamam ku duhet të ndryshojmë, ku duhet të reformojmë, ku duhet të riorientojmë kompetencat. Dhe ushtrimi që po ndodh me Universitetin Bujqësor është një ushtrim shumë interesant për të kuptuar se vetë Universiteti Bujqësor, fal gjithë procesit analizës që po bën me partnerin e tij Boku të Vjenës, ka çuar në një riorganizim të programeve nga 40 e kusur programe që më shumë i kanë, siç thon vetë studentët në pyetësorët e tyre, cilët do të jenë dhe ata një grup tjetër interesi që do të diskutohet, kanë krijuar konfuzion, i kanë riorganizuar për shembull në 12 programe bachelori. Është shumë interesante për të kuptuar. Kjo nuk do të thotë as u shkri universiteti, as u shkrin programet, por riorganizohen. Pra, është shumë e rëndësishme që të përdorin termat e dur, sepse pastaj pa dashje krijojmë dezinformim. Unë mendoj që universitetet e rretheve janë shumë të rëndësishme, jo thjesht si universitete, por dhe si institucione kulturore, sociale, emancipuese që krijojnë energjizim të zonave në të cilat ndodhen. Por për shëndetin e të gjithë ekosistemit universitar, të gjitha universitetet do duhet që në analizën që ne po bëjmë, ta orientojnë analizën jo drejt vetes. Pra, unë si pedagog të mos bëj një analizë si më leverdis mua si pedagog, po çfarë duhet të ribëj, të rishikoj, të rikonsideroj unë si pedagog për studentët. Ata që kam sot, ata që kam nesër, si të orientojnë ata në tregun e punës që tjetë tregu i punës, jo thjesht tregu i punës pedagogët, po tregu i punës i atyre që do diplomohen në këto institucione. Kjo është ideja. Dhe pa diskutim që përvoja e universiteteve me një histori më të vjetër, me shumë tradit, por dhe me një numër shumë më të madh që studentësh dhe pedagogësh, është shumë e rëndësishme për të parë pozicionin e tyre. Është krejt normale që të ketë evolucion në ekosistemin e arsimit lart, dikur ka qenë vetëm Universiteti i Tiranës, pastaj u shkëputën dhe u krijuan universitete të tjera. Në çdo moment nuk ka gjë më të shëndetshme se të bëjmë një analizë të vetvetes në ndryshimet që kemi bërë në 36 vite. Çfarë ka qenë mirë, çfarë na ka sjell probleme, çfarë kemi sot, çfarë duhet mbajmë, çfarë duhet të shikojmë. Këtu jemi. Kështu që do të ishte shumë herët për të dalë në konkluzione të cilat vinë thjesht si momente të shkëputura nga ky kontekst. Në lidhur me pyetjen e dytë, nuk kemi në situatën ku kemi një problem apo një çështje, jo problem, një çështje që ka të bëjë me funksionimin e institucioneve të arsimit lart, apo me ligjin e arsimit lart, por me procedura që kanë të bëjnë me ligj që është ligji i sistemit të drejtësisë. Dhe referencat ligjore të akteve dhe të vendimarrjeve të rektorit i referohen atij ligji dhe duhen parë në dritën e saktë të nenit përkatës që ka marrë vendimin titullari në rastin konkret. Nuk është çështje që ka të bëjë me institucionin e arsimit lart. Tjetër pyetje Uljo,
kanë. Në një takim me Ligën e Universiteteve, ju keni thënë, më lejoni t'ju citoj, 39 universitete janë shumë për një vend me 2.4 milion banor. Universitetet jo publike kanë gjetur zgjidhje tek studentët e huaj, pra duke sjellë student nga India, nga vende të tilla, të cilat duket se ende është e pastudiuar. A ka Ministria e Arsimit së bashku me qeverinë dhe një bashkëpunim me këto universitete për ndikimin që do të kenë qoftë në arsim, pra të mos vinë vetëm si student, por edhe si kontribues, duke marrë parasysh edhe degët në të cilat ata studiojnë profile të cilat ndjekin, të cilat janë shkenca mjekësore për të cilat vendi ynë ka nevoja, pra do të jenë të përfshira në një strategji të mirëfillt, është një treg i studiuar, apo vijon të jetë pak kaotik, sepse nga komunikimet që unë kam pasur, duket se nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë, nëse këta po shihen thjesht si student, apo do të qëndrojnë dhe t'japin kontributin e tyre në vendin tonë. Faleminderit. Faleminderit. Po është e vërtetë. Unë edhe me shifrat që thash pak më parë, mbrita jeni në të njëjtat shifra, thash janë 14 universitete publike dhe 25 jo publike. Dhe sërish e theksoj, unë mendoj që janë shumë institucione dhe po të shikojmë pak edhe përvojat të vendeve të tjera që janë pak a shumë me të njëjtat nivele popullsie, nganjëherë edhe në vende ku ka më pak popullsi se sa ne, ka më shumë popullsi se sa ne, ka më pak universitete. Mendoj që janë shumë, por është një konsiderat empirike dhe thjesht sasiore. Sepse nëse ne flasim që duhet jetë profilizimi dhe ndërkombëtarizimi, janë dy element të cilët kanë vetëm një kriter të vetëm dhe ky do duhet të jetë shtylla dhe në rrezikimin e ligjit, standardi dhe cilësia. Që do me thënë, nuk është thjesht çështje shifrash, është çështje tregu pune, se ku do të shkojnë, për çfarë profilizojmë. Unë mendoj që universitetet kanë shumë vend për të përmirësuar një aspekt të punës që është studimi i tregut punës. Është detyrim ligjor, edhe me ligjin që kemi sot, kanë detyrimin ligjor për të bërë studimin e punës, studimin e tregut punës, të gjurmimit të studentëve, të cilët janë diplomuar në këto institucione për të kuptuar efikasitetin e diplomave që ofrojnë. Dhe këtu unë besoj që kemi shumë vend për të përmirësuar punën që bëhet nga institucionet e arsimit lart, të cilat, mos harrojmë, janë institucione të pavarura. Ose më saktë institucione autonome. Institucionet e universitetet publike kanë një lidhje shumë të ngushtë me ministrinë, sepse marrin nga qeveria grantin kryesor për pagesat, marrin gjithashtu investim, por kanë dhe shumë hapësira për të nxjerrë të ardhurat dytësore. Dhe ndërsa universitetet jo publike do duhet ta shohin veten e tyre në të njëjtën mënyrë, jo thjesht si të tërheqin student, por çfarë ndodh me ata student më pas. Unë nuk e shoh as pak negativisht përkundrazi fenomenin që në disa prej universiteteve, dhe këtu nuk ka rëndësi janë publike apo nuk janë publike. Edhe në universitetet publike ka të regjistruar studentë të cilët nuk janë shtetësisht shqiptare. Sepse universitetet publike kanë filluar të ofrojnë programe në italisht ose në anglisht. Ne kemi sot një program shumë të mirë që vjen si pasojë e marrëveshjes së përbashkët midis dy qeverive, asaj franceze dhe asaj shqiptare, në Universitetin Politeknik të Tiranës. Bashkë me Universitetin Teknologjik të Compiègne në Francë, një nga universitetet më të mira në fushën e teknologjisë, informacionit dhe të inxhinierisë, janë hapur prej 2 vitesh 2 programe në këto 2 dekë që sapo përmenda. Kërkesa ka qenë mbi 1000 kandidat për 24 vende. Dhe aty ka student shqiptar dhe jo shqiptar që vinë nga të 2 universitetet që bëjnë një pjesë të ciklit me pedagog shqiptar dhe jo shqiptar që vinë nga të 2 universitetet. Kjo është një përvojë shumë e mirë. Universiteti i Tiranës, në Fakultetin e Ekonomisë, në Fakultetin e Drejtësisë, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, që është gjithashtu një fakultet shumë cilësor që ne kemi, kanë programe të tilla në nivele të ndryshme studimi, doktoratat përbashkëta. Pra, mobilitetet në nivel pedagogësh dhe në nivel studentësh ekzistojnë. Ndërkohë që kur ne flasim për ndërkombëtarizim, kemi parasysh pikërisht këtë, që studentë të huaj, pavarësisht se nga vinë, të jenë mjaftueshëm të motivuar, jo vetëm të vinë në një vend të bukur me diell, por edhe në një vend ku ofrohet cilësi, dhe kjo është arsyeja pse ne jemi dhe në komunikime intensive dhe me grupe universitare, të cilët kanë përvojë
në shpërndarjen ose le të themi në vendosjen e universiteteve të tyre në vende të ndryshme, duke na sjell kështu, jo vetëm cilësinë, jo vetëm reputacionin pozitiv të tyre, jo vetëm programe të reja, por edhe studentë të cilët ata i kanë tashmë në tregun apo në portofolin e tyre. Dhe padyshim, si në çdo vend tjetër, një student vjen për të studiuar dhe nëse vjen dhe ndjehet mirë dhe për të punuar, është më se i mirëpritur. Kur ne flasim për tregun e punës, nuk ka rëndësi se ku e ka marrë diplomën apo çfarë profili ka. Rëndësi ka standardi dhe njësimi i kompetencave të tij, pavarësisht profesionit, në përputhje dhe me kuadrin ligjor që ne kemi. Patjetër që do ishin shumë mirëpritur, përderisa ne kemi hapur tregun e punës turizmit dhe kemi sot menaxher hotelesh të cilët vinë nga vende ndryshme të botës, nga Italia, nga Franca dhe punojnë në tregun tonë punës, akoma më të mirëpritur do të jenë këta studentë, të cilët do të jenë të lirë dhe të mirëpritur madje dhe për t'ja u lehtësuar proceset, sepse ne kemi filluar të lehtësojmë gjithë proceset burokratike që kanë bëjë me lejet e qëndrimit, që kanë bëjë me lejet e punës, që kanë bëjë me marrëveshjet në nivel shtetit për të tërhequr krah pune. Kjo është një dinamik që nuk as e shpikim, as filloi sot, është një dinamik që ka qenë gjithmonë në planetin ku jetojmë, ku krahu i punës lëviz sa më shumë lëvizje, aq më shumë do ta kemi këtë lloj fenomeni dhe për cilin duhet jemi të përgatitur me kuadër ligjor, me lehtësim të proceseve, por sidomos me garanci për standardin dhe për cilësinë. Prandaj, Agjencia Kombëtare që ne kemi për sigurimin e cilësisë, ku pranë të cilës funksionon bordi i akreditimit, do të jetë një ndër pikat kyçe, besoj unë, të rishikimit të ligjit të arsimit lartë, sepse është agjencia që garanton cilësi, kredibilitet dhe besim, jo vetëm për institucionet tona, por edhe për institucionet tona në raport me tregun ndërkombëtar. Patjetër, sa doni. Arshëm shkollor, sa shkolla do të përfshihen në programin pas shkollor? Bëhet fjalë për vetëm këto 45 shkolla që është duke u pilotuar momentalisht programi, apo do të ketë më shumë shkolla? Patjetër që do ketë më shumë. E përqendruam këtë edhe një herë. Programi pas shkolle në forma të ndryshme zhvillohet kudo, në të gjitha shkollat e Shqipërisë. Tirana, në të gjitha gjimnazet e saj, është pjesë e një programi pas shkolle që organizon festivalin e teatrove, me një nga rubrikat. Të gjitha shkollat nëntëvjeçare janë pjesë e programit të korit që organizohet nga Teatri i Operës dhe Baletit. Dje unë isha në qarkun e Gjirokastrës, ku organizoi, se tani është dhe mbyllja e vitit shkollor, kështu që këto eventet e mëdha bëhen kudo. Ku organizoi panairi i madh i programit pas shkolle në Art e Zeje. Po dje mas dite në Patos, po shkoj në një bashki të vogël. Ka pas një panair, aktivitet fantastik nga nxënësit e shkollave, e përmenda sepse aty kemi edhe shkollën që fitoi fal programit pas shkolle, është kampion në nivelin e Republikës për festivalin e shkencës, i cili organizua këtë vit për herë të parë. Dhe faleminderit që ma kujtuat. Programi Festivali Kombëtar i Shkencës ku marrin pjesë gjithë gjimnazet e Shqipërisë, zhvillohet pas shkolle. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe, ku marrin pjesë të gjitha klasat e 9-ta të Shqipërisë, zhvillohet pas shkolle. Kjo që po pilotojmë tani është në një mënyrë duke e futur me orare fikse, me tema të caktuara dhe në një bashkëpunim më të ngushtë me prindrit. Për të mos e lënë këtë periudhën e fundit pa futur atë që ligji na dha si mundësi në mars bashkë me VKM përkatëse dhe me tarifat e reja të honorareve për mësuesët. Dhe patjetër do të shtrihet në të gjitha shkollat në mënyrë graduale, sepse nuk është një gjë që bëhet me urdhër, nëse nuk ka përfshirje të prindërve dhe një riorganizim nga ana e mësuesve, ajo nuk mund të jetë e suksesshme. Pra duam që kudo që ne e hapim në mënyrë të rregullt çdo ditë, duhet që të ketë bashkëpunim shumë të ngushtë, komunikim dhe shumë monitorim nga ana jonë. Shumë faleminderit për vëmendjen dhe bashkëpunimin.